këta janë të na përndjek, na kanë gjitë edhe kamerë të këndi aktivizmit, po na japin ndjenjen që jena në një diktaturë specifike. Edhe kjo këtu na nevojitet me bo dhe bojmë i ndajmë 2-3 zyre. Shumë investimet që jënë bo në kënd të aktivizmit edhe që ato investime këta veç kanë vendosur me janë gjitë drynin. Ky objekt është i administratës qendër studentëve, nuk ka qenë asnjëherë student. Kam pas deri në 600-700 pjesëmarrës, kemi lajme që do të rënohet, do të kthehet në konvekt. Ky amfiteatër ka kushtuar 130.000 euro kur është ndërtu. Studentat kërkojnë një diçka dhe që tu ja dhojmë sot dhe nesër e mas nesër. Nëse ja dhojmë na për me shfrytzuar një herë, domethënë të më qenë gjithçysh se darë me shumë vite ato. Shpresoj që je mirë. Kam një rast me raportu, sa i përket qendrës studentëve, Ekrem Rudarit, drejtori i qendrës së studentëve, na kishte ndihmu kogja shumë nëse mundesh me na ndihmu. Ja kum bo porno, më ka bo si grup jo formal, jemi qu kundër Ekrem Rudarit për arsye që s'po ka hapësirat mjaftueshme për mbajtjen e aktiviteteve. Sallën e konferencave e kanë kthy në zyre, amfiteatrin kemi info që bëdojnë me rënu. Do me thonë, na jemi qu kundër Ekremit me na liru hapësira jo vetëm një në veçanti. Ata nuk munden me na qit neve prej këndit pa bo diçka ilegale, amo Ekremi sot u vet as ligj, as shtet e as popull. Hajde shkojnë atë qendra e studentave, takohemi me Bujar Hoxhën. Jena këtu me Bujarin edhe Ilirin. Bujari është personi që na ka shkru ma herët, do me thonë Bujar si përfatësisht ma kishe spjegu problemin, a më nëshme në kallëzu pak ma shumë detaje, qysh është puna? Puna është na si organizatë, si grup jo formal sinxalitet, kemi si çdo vjet e mbajmë javën e shkencës, pothuajse çdo vit. Edhe këtë vit kemi dashur me majt, po edhe kemi qu disa e majle që me na liru hapësira ku eventualisht na mujna me i bo aktivitetet tona për javë shkencë. Rezultati pritshëm ke që qendra e studentëve nuk ju ktheke emailave tonë zyrtar që i kemi dërgu për me na liru hapësirën. Okej, në atë hapësirë, do me thonë, qka ka aktualisht tash? Nuk kemi kërku na veç një hapësirë me na liru në veçanti, po kemi kërku që ku do që bëhet me na liru një hapësirë mbrana kampusit qendrës studentëve. Vendi ku kena operu na u ka këndi aktivizmit. Këndin e aktivizmit tash për momentin është duke posedu qendra studentëve, na kanë marrë, do me thonë na kanë jep afat kohore mbrana një dite për me liru. Shumë investime që jënë bo me mbështetjet ambasadës austriake për zhvillim. Jënë bo në kënd të aktivizmit edhe që ato investime këta veç kanë vendosur me janë gjitë drynin edhe as nuk na kanë ofru hapësirë për mi tërhek. Tajte na kanë dërgu email me mu largu prej këndit, premten, një shkuja kanë gjitë drynin edhe nuk ka pas mobilje, shumë gjona tjera që nasë kone pa mund që mi largu brenda. Qito do me thonë, jo mi këshicu qito pomje tash, sa i poshën e, që kjo është full house, kjo është sala e konferencave ku ju i keni zhvillu aktivitetet. Kjo është renovu, ka kushtu rreth 30.000 euro renovimi, kena marrë dikon 5-6 muaj aktivitete edhe pastaj është hap prap një tender edhe kanë marrë një kontrat tjetër me 30.000 euro shtesë edhe e kanë kthy në zyre. Do me thonë rreth 30.000 euro i kanë shku dëm buxhetit shtetit kur ju është marrë sala e konferencave studentave. Sala e konferencave do me thonë është nisë për që të cënë. është nisë për që të cënë. Me shërby studentave na kena marrë shumë aktivitete. E marrë që shpërshien edhe fotografit janë shumë studenta të marrë pjesë, kemi pas falë që ndryshëm të ta kena full për inteligencë artificiale, kena full për shumë gjana të rëndësishme. Kjo është amfiteatri i hapur i qendrës studentëve, ku na kena mbajt aktivitete, kam pas deri në 600-700 pjesëmarrës, edhe ky kemi lajme që do të rënohet, do të kthehet në konvekt. Ky amfiteatër ka kushtuar 130.000 euro kur është ndërtu, kurse tash po dojnë me e kthy në konvekt, me shkatërru edhe për me kthy në konvekt. Tash këta janë të na përndjek, na kanë gjitë edhe kamerë të këndi aktivizmit, po na japin ndjenjen që jena në një diktaturë specifike, jo me një vend ku që në demokracia. Po na jena të kërku hapësira, jena të kërku jetë cilësi më të mirë, se unë kam qenë para shumë vite pjesë e qendrës studentëve, edhe jam angazhu për cilësi tjetës studentore më të mirë, kena majtë shumë aktivitete, mu i me thonë që kena ngrit jetën, cilësin e jetës studentore, edhe tash këta nuk përdojnë, këta përdojnë me e kthy
drejtori literalisht komunikim me të më ka thonë studenta duhet më arë me mësu edhe s'ka kur farë aktivitetet tjera. Ata nuk po vinë veç me mësu, po dalin kafe. Ma heret këm shku në takim me të, kemi shku edhe në mens, kena hangër ushqim bashk, kena full, po në atë kohaj ka qenë veç ushtruz detyre. Në momentin që ka kalu bo drejtar, ma i ka ndryshu qasja 100% dhe tash veç po punen për me knash nevojat e veta se dhja cilat jenë, që nojt eksistenca jonë se organizat për shkak se na s'kena ku me bo aktivitete. Qendra studentëve ka ofru ju jeni stafshira. organizat, do me thonë. Na jena organizat, jena të regjistrum në ministri, të departmenti për SEOJQ, na s'kena dasht me bo organizat studentore, na kena dasht veç me bo aktivitete rekreative. Jena me drejtorin e qendrës studentave, zotin Ekrem Rudari, zoti Ekrem, të falenderoj mas pari që spritove me u prononcu qishtu spontanisht që të përqito. Falenderit e për juve mirë të erdhë. Studentat e shfrytëzojnë gjitha hapësirat, është e njëjta. Qysh i kanë shfrytëzuar, vetëm i kemi dhënë hapësirë edhe më shumë për shfrytëzime. Qato hapësirat që po ju referohen këta, sala e konferencave dhe amfiteatri. Amfiteatri është sot është i hapur. Okej. Dhe parlamenti studenta, organizata studentore, çdo herë që bujnë kërkesë, ne kemi të hapur. Edhe në asnjë rast alo s'ka ndodhur mos më dhon. Okej. Kemi dhon, janë 2 studenta këtu në OJQ që po kërkon pa bën pak zhurmë, po ajo është punë e tyre. Ana nuk kemi të bëjmë me ta. Okej. Ato që po e referuan, ato jo zyret ne keni marrë, kjo është administrata, kjo objekt është i administratës, qendër studentëve. Nuk ka qenë asnjëherë studentëve. S'ka qenë asnjëherë studentave, do me thonë. E kjo është shfrytëzu. Këty zyre janë, nëse është një zyre e madhe, si për shembull edhe kjo këtu. Edhe kjo këtu na nevojitet me dhe bojmë i ndajmë 2-3 zyre. Okej. Edhe ato, për nevojat agjencionit akreditimit, e kemi do... E ma herët, do me thonë ju ja keni jap ato në shfrytëzim? Nëse edhe studentat kërkojnë një diçka dhe që tu ja dhojmë së dhe nesër e mas nesër. Nuk është problem, ku të kena hapësirë ju dhojmë. Po just do me thonë ato studentët, 2 studentë, se parlamenti studentëve, na legjitim është parlamenti studentëve. Jo nëse hap dikush në jo që vinë 2 studentë edhe po thot hajde të bëhen ai se darën në qendrën e studentëve. Pe parlamentit studentave jo nuk keni marrë ankesë kërkesë? Asnjëherë, në asnjë rast. Mundeni me pyet parlamentin e studentëve me në intervistë edhe shemi që nuk ndodh ajo, na me pas një konfrontim me parlamentin e studentëve. Thanë që po dojnë me ronu edhe me ndërtu një konvekt të ri. Po kërkan që mos me lejue shtetin me ndërtu një konvekt i cili janë kërkesa shumë të mëdha studentëve, po ashtu edhe për lojra mesdhatare që kena në vitin 2030. Nëse ndërtohet konvikti edhe lokacioni mundet në tojza me qenë ato, se unë nuk jam ai që përcaktoj lokacionin ku, atëherë një konvikt është shumë i mirë se ardhur. E qysh kom u bo konvikti me... Konvikti, si pas, Komitetit Olimpik, që kemi bisedu, që mund të jetë ato, ka me qenë me pishin gjysmë olimpike, me një kinema për student, me bibliotek, dhe disa kate të tjera që ka me qenë sigur një hotel me 5 yje, me lifte me gjitha. Ajo është ju shërben studentëve. Studentëve të cilët na kemi për shembull kërkesat janë por me banu mbi 6.000 student, në kapacitetin e kemi 4.000. Të mënë gjithëherë kemi mbi 2.000 student jashtë, që kërkojnë edhe ata do të me shku në përbanesa, ndryshme. Atash një student ose 2, që janë shumë parsëshëm, jo me rënu, mos me rënu, më nuk e di unë. Këta tha i kanë marrë edhe 700 nënshkrime, thani i kena siguru. Për çka? Kunder, do me thonë kunder pushtimit që aty në hapësirave rekreative për me i këthy në zyre të administratës. Jo, atë zyre që janë tonat nëse ja dojmë na për me shfrytëzu një herës, do me thonë të me qenë gjithësysh i sedarë me shumë vit ato. Nëse është një zyre, e një OJQ-ja mund me bëm kërkes parlamenti studentave, ja dojmë parlamenti studentave e shfrytëzo një ku. 5 muj, 6 muj, pra po shte... Do me thonë ju ja keni jap ato përkohësisht në shfrytëzim? Përkohësisht as vendim, se unë mas parë vendim s'kum ponë që nëse menaxhmenti i kalum i ka thonë diçka atyre. E cila zyra është që kjo, a? Këtu janë zyret e agjencionit akreditimit. E që kjo është hapësira ku ma herët studentat e kanë shfrytëzu? Ndo një herë e kanë shfrytëzu, kur s'kemi pas, për shembull, në amfiteatër ka qenë koha me shi.
ose me bori kemi pru këtu. Okej. Po ka qenë shumë e nevojshme për agencionin e akreditimit, kanë qenë shumë ngosht edhe kemi dhonë, kemi da me zyre, s'ka të keqë. A ka hapësirat? Po, ky objekt është vetëm për administrat, për punëtorët e qendrës. Okej. Ose punëtorët për shembull edhe agencioni e akreditimit është në nëmbrellën e Ministrisë së Arsimit. Okej. Edhe ka qenë shumë e nevojshme për mu akredituar në INSHA. Okej. Se nuk me 4 zyre, 3-4 zyre nuk e kanë akreditu. Edhe kemi dhonë se është shumë e nevojshme për shtet mas pare. E qartë. A ka hapësira të mjaftueshme rekreative për studentat drejtor? E kemi hapësirat mjaftueshme, kemi sallën e volejbollit, e kemi të basketbollit, e kemi sallën e tetorit, cilët e shfrytëzojnë studentët. Për shembull, në sallën e tetorit nga ora 8 mëngjes deri në ora 12 Fakulteti i Shkencave Sportive, Fakulteti ose i Kulturës Fizike e shfrytëzon çdo ditë, nga ora 8 deri në orën 12 ose deri në orën 14, sipas nevojave atyre. E qartë. Edhe student, cilët e bojnë një kërkesë, shkojnë e kanë edhe hapësirën e sallës në tetorit për shfrytëzim. Na kena mjaftueshëm hapësirë për sport, për rekreacion për student. Mirë, po këta që ka kërkojnë edhe po mundohen një farë personalizimi me bo, na nuk fakt e thojmë se kanë drejtë edhe të vazhdojnë ata punën e tyre. Na me organizata studentore, parlamentin e studentëve, kemi raporte shumë të mira, bashkëpunim shumë të mirë, kërkesat e tyre gjithherë që kanë qenë, edhe vinë na i realizojnë vazhdimisht. Do me thonë po thu që këta nuk i përfaqësojnë interesat e kolektivit. Unë të thash edhe njëherë, na me parlamentin e studentëve kemi raporte shumë të mira. Okej, që është organi legjitim. Okej. Po edhe këta se ujë që kanë dhonë, kanë pas hapësira. I kemi dhonë hapësira, po është pak, nuk e di, më duket pak me tendenca e ka, nuk e di pse. Qika që prej meje, nëse ju pëlqen qa bëj, ku do që jeni ju prezent, jo me dhe one, kështu që siguroni gjithka me ka një follow, me kontribu.